Çfarë nuk thanë për këtë që nesër bëhet një tjetër fakt. Ku nuk shkuan e qa nuk sajuan. E mbi të gjitha për turbin e maf. Po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe dilnin në për mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës. Kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk i kishin parë ndonjëherë që të dilnin në bulevard për të rrëzuar qeverinë. Këtej Molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar. E para, nesër në Bruksel janë të gjithë është dhe Gjermania. E dyta, mbas disa ditësh do t'ju çoj si përshëndetje një informacion të detajuar nga takimi që do të kem me kancelarin e Gjermanisë. Do ma falni vanitetin, po kjo është një pjesë që edhe më argëton pak, se dhe duhet argëtohemi ndonjëherë. Më argëton pak me ta, sepse i bien grepit po i soj. Po i soj. Edhe nuk ka nevojë për karrem fare. Edhe unë kam shumë qef, them drejtën, kur i shoh që shkojnë ke grepi dhe edhe thonë e këputëm. Dhe pastaj e gjejnë veten në grep. Unë nuk dua të zgjadhem më tutje, dua të them vetëm që sot ne përfaqësojmë Shqipërinë me forcën e transformimit, e përfaqësojmë Shqipërinë me forcën e imazhit të transformuar, jo thjesht sepse kemi restauruar fasada, as se kemi mundësinë që të paraqitemi me atlete. Por sepse ky është një vend që para një dekade kishte më pak se 10 miliard euro prodhim. Sot ka kaluar 27 miliardë. Ky është një vend ku paga mesatare një dekadë më parë ishte e papërfillshme. Sot është 912 euro. Ky është një vend ku paga mesatare në sektorin publik tani më është 1086 euro. Ky është një vend ku borxhi publik ka zbritur nën 50%. Dhe të ardhurat janë rritur përsëri, pa rritur taksa. Dhe ky është një vend ku sot kredit bankare janë 10 miliard euro, ndërkohë që kreditet këqija një dekadë më parë ishin 25%. Sot janë 3% në nivelin më normal. Dhe ky është një vend ku investimet e huaja direkte ishin 300 milion euro, 400 në rastin më të mirë në vit. Vitin e shkuar u mbyllën me 1.63 miliard euro. Dhe do vazhdojnë të rriten investimet e huaja, do vazhdojnë të rriten investimet e brendshme, do vazhdoj rruga e transformimit.